Unë nuk e kam lexuar librin më përpara, unë nuk e di as smundjen e mirës, unë e kam mësuar prej saj në telefon një natë. Ajo fliste dhe unë qaja. Dhe ajo zëre se ma tha librin duke më treguar. Ko më pas më tha që shkruaj një libër dhe thash tani shpëtove vërtet. E shkruara të shpëton. Kështu që e uroj pafund dhe më keq po nis me kancerin, pastaj do të flisë edhe për letërsinë, por jemi në këtë muaj, në muajin e kancerit të gjirit, ka gra që s'ja dalin, ka gra që ja dalin, mira u bëzëri atyre që ja dalin, dhe atyre që do ja dalin, duke mbasur një ndim. E kam vërë edhe vetë, mira gjithashtu, shumë prej jush, që ne kemi nevojë për një fjalë dhe e dini ku po e kërkojmë tani te ChatGPT-ja. Ulemi aty dhe i shkruajmë, i japim gjitha simptomat. Çfarë është kjo? Si zgjidhet? Çfarë bëhet? Dhe inteligjenca artificiale bën një gjë që se bën asnjë mjek. Të thot atë frazën magjike, e ka klishe, e ka për gjithë, se ka vetëm për ty, po ty të duket se kur ta thot vetëm ty, të thot, jam këtu për ty. Vazhdo dhe më pyet, unë të përgjigjem. Me gjeni një mjek që e bën. E dini pse nuk e bën? Se nuk është robot. Se ka shumë njerëz për cilët duhet të merren, se ka më shumë njerëz se ç'mundet, sepse është i mbi ngarkuar, jo sepse është njeri i keq. Është mbi ngarkesa që e bën të tillë. Kështu që kjo është një prej gjërave që duhen gjithashtu parë, mbi ngarkesa e këtyre mjekëve.